Trepça 89 ka kaluar edhe testin e radhës në Raiffeisen Super League duke mposhtur Besën për ta ruajtur bilancin e 100% në 3 xhirot e para. Minatorët luajtën që nga minuta 38 pa një futbollist në fush, por skuadra Arsimthaqit rezistoi deri në fund dhe gjeti 3 pikët e radhës duke fituar 2-1. Në Mitrovic kishte rënë shi dhe ndeshja nisi në terrenin e mbuluar nga uji, por kjo nuk i pengoi skuadrat që të krijojnë raste shënimi. Kastriot Regja në të 12-ën u shfaqi vetëm me portierin vendës, por u tradhtua nga uji, ndërsa në 2 minutat në vem minatorët rrezikuan përmes Argjend Mustafes e Mërgjim Pevçelit, por asnjëri prej tyre nuk u treguai sakt. Në minutën e 34-të, Argjend Mustafa shfrytëzoi këtë gabim të mysaferëve dhe pasoi te Blerand Kurtishaj, i cili zhbllokoi shifrat. Reagimi Pejani erdhi pas vetëm 4 minutash, kur Bujar Idrizi ndal Kastriot Regje në zonë dhe ndëshkohet me karton të kuq. Kapiteni Fetim Kasapi shënon për 1-1, rezultat me të cilin mbyllet pjesa e parë. Vendaset e nisin rrufeshëm pjesën e dytë, ku në të 49-ën, kapiteni Shpëtim Idrizi tregon se sa i rëndësishëm është ende për këtë skuadër, Eurogol për 2-1. Skuadra Arnor Morinës vërsulet në sulm dhe gjen rjetën në të 65-ën, por goli Kastriot Regjes anulohet me pretekst të pozitës jashtë loje. Tensionet të mëdha në fush, lëndohet edhe Argjend Mustafa, i cili dërgohet drejt spitalit me autoambulancë. Besa tregohet e pafuqishme për të thyer mbrojtjen e 89-shit, e cila reziston heroikisht për fitoren e tretë radhazi në këtë fillim edicion.